mëshira Allahu qofshin për pejgamberin ton alayhi salam, familjen e tij dhe shokët e tij dhe për gjithë ata besimtarë të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar dhe shumë të respektuar, elusim Allahun e Madhnueshëm të ban kabull këtë ditë agjerimi, këtë namaz të cilën sapo e falem dhe na drejtoi ishte imam për në këtë rast me Allalia. Lusim Zotin që ki namazë jonë të njëtë dritë nesër kur të dalim me dhonë llogari para Zotit. Gjithashtu falenderojmë shumë nga zemra edhe erionin e vogël, inshallah u bofni ilahist i madh e i shuar dhe me ilahit e tij ta pushton pra gjithë botën shqiptare. Atar të nderuar, besoj se ja vlen mi përmend disa këshilla që ka të bëj natë atje. Që ka të bëjmë me këtë natë të madhe. Do e fillojmë një hadith pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, i cili ka thënë: kush e gjallëron me adhurim natën e Kadrit, me besim të plot, duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, Allahu do t'ja fal të gjitha mëkatet e mëparshme. Të nderuar, ky hadith pra neve na rikujton jetën tonë me të cilën sot pra na ballafaqohemi me sfida nga më të ndryshmet. Ne dëshirojna të nderuar që sonte të fitojmë kënaqësinë e Zotit, faljen e Tij dhe dashurinë e Tij. Prandaj, kur i përmendim sfidat e kësaj bote, ne kemi parasysh si besimtar të jemi të përgatitur në këtë botë. Përgatitja jonë pra konsiston që ne si njerëz kemi shumë të vetëdijshëm për rolin që e kemi pra në këtë botë. Kur e përmendi për rolin që e kemi në këtë botë dhe me që jemi më këmbës që Zoti neve në ka falë për ta drejtu dhe për ta udhëheq, duke filluar me vetveten, pastaj me familjen, pastaj në shoqëri, krejt këto elemente neve na bëjnë që donjëherë pra në jetën tonë të gabojmë, donjëherë të bëjmë ndonjë mëkat. Ka një hadith ku pejgamberi jon alayhi salatu wassalam ka thonë kështu. Thot, po mos gabonte robi im, pra robi i Allahut, unë do të sjellë një popull tjetër i cili do të gabonte. Dhe tani, ky hadith nuk e ka për qëllim që ne të largohemi nga veprat e mira, të largohemi nga çdo gjë që kompromiton besimtarin, pse nga frika se unë po gaboj. Por, ky hadith neve në banë me dije se ti edhe unë duhet veprojmë. Ti edhe unë duhet që jemi nga shkaktarët të cilët duhet sjellim mirësi dhe rend pranë në këtë dunjë. Po çfarë ndodh atëherë me gabimet që i bëjnë? Atëherë sigurisht pra ne i kërkojmë falje Allahut të Madhnueshëm. Dhe tani të nderuar, do i përmendim dy emra të Zotit: El Ghafur dhe El Afuv. Në gjuhën arabe, El Ghafur pra do të thot Zoti ti mbulon gjunahet në këtë botë dhe të ruan nga zjarmi i xhehenemit në botën tjetër. Pra kështu shohim se ne kur e themi fjalën estagfirullah, nën kupton. Kur themi estagfirullah, nën kupton: o Zot, unë jam fajtor dhe kam vepruar gjunoje. Prandaj të lutem më mbro mua nga zjarmi i xhehenemit dhe më mbron dhe më ruan mua nga skandalet në këtë botë. Se herë që i thuti estagfirullah, pra këtë kuptim e ka kur themi në jetën tonë. Që të mbulohen të metët e tua edhe mos shfaqen para njerëzve diçka shumë e dashur për gjithë ne, sepse secili prej nesh kërkon pra ta ruaj dinjitetin e tij, ta ruan krenarinë e tij para gruas vet, para familjes, edhe në shoqëri. Edhe kjo falje e Zotit nga emrat e Tij pra që i ka, besimtarit pra i mundsohet një send i tillë. Thotë Allahu i Madhnueshëm pra me një hadith: o biri i Ademit, përderisa më lutesh. O biri i Ademit, përderisa më lutesh dhe shpreson tek unë do t'i fali gjithçka që ke bërë pa problem. O biri i Ademit, nëse dhe gjunat e tua arrin deri në kulmin e qiellit dhe ti më kërkon në falje, unë ti do t'i falë. O biri i Ademit, nëse gjunat e tua do t'jenë sa vetë toka,
do të sjellë sa vetë toka mëshirë. Me një kusht, këtu anë në fund pra, nëse nuk më ka dhënë mua shok. Kush që thot me zemër la ilaha illallah, nuk ka Zot tjetër posa Allahut, pra i mundsohet kjo falje e Zotit nga vetë krijuesi jon. Të nderuar, emri Allahut El Gafur nuk ka vetëm për gjunat, por është edhe për të mirët na që i bojmë. Atëherë lind pyetja, pse Zoti e ka mshe natën e katërit me qëllim që besimtarët është përgjigja që na ta kërkojmë pra me adhurim të përkushtueshëm edhe ato në 10 ditët e fundit. Atëherë, këtu qëndron pra ajo esenca që ne pra e kërkojmë sonte dhe shpresojmë inshallah sonte po këtë jetë kjo natë pra e madhe, natë e katërit. Dita e kiametit është do tjetë një ditë e vështirë, sepse gjitha sekretet do të tregohen para gjithë njerëzve. Edhe çka është më interesant të nderuar se do t'i ndëgjojnë, do t'i të shohin edhe prindërit tonë, fëmijët e tonë, gratë e tona. Problemi nuk është se a do të hish në zjarëm të xhehenemit, por problemi që ndronë se ato skandale do të tregohen gjitha para Zotit. Mirë po, këtu duhet ndalemi edhe të jemi shumë të kujdesshëm. Ai i cili pra e ka përjetuar emrin e Allahut El Gafar, atëherë do të ketë lehtësira për ti dhe për secilin besimtar pra në këtë botë. Allahu thot kështu: robi im afrohu. Allahu thot kështu: robi im afrohu dhe lëshon një perde. E lëshon një perde që mos të dëgjojmë pra të tjerët. Më pas Allahu i thot: e mban mend filan gjunohin? Po, pa tjetër. E mban mend filan gjunohin? Po, pa tjetër. Dhe tani ki besimtar ka me mendu se mori fund pra çështja ime dhe unë do të shkoj në zjarëm të xhehenemit. Dhe pastaj Allahu ka me thonë pra: o robi im, unë ti mbulova të metët e tua dhe gjunat në këtë dunja, dhe unë ti tash po t'i fali, shko dhe hinë në xhennet. E shetë të ndëruar se çfarë do të thotë pra falja e Zotit që e ban pra për robin e vetë besimtar. Gjitha gjunahet besimtarve u falen, përveç ata të cilët i tregojnë haptazi. A ka mundësi që ato nëjtë ati dikush pit mëdhojave më ullë me ato të voglet ati? Që pit voglave, dikush dë një qike më dhe më ullë me të voglet ati, mësë milon pak me folë. Unë vesh do pisha, po. Gjitha gjunahat Allahu i falë, përveç ata të cilët bojnë haptazi gjunahat dhe i tregojnë për atë qirëve. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, gjithë ummeti tim do t'i falen gjunahat përveç atyre që veprojnë haptazi. E kanë vetë shokët pejgamberin ton alayhis salam, si është kjo o i dërguari i Allahut? Pejgamberi i Allahut ju ka thonë atyre që vlen edhe për neve. Thot, ka njerëz që veprojnë gjunahe natën dhe Zoti ju ambulon. E ata kur zgjohen të nesërmen u tregojnë të qereve se çka kanë vepruar një natë më parë. Ka bën një gjuna natën dhe pastaj kur zgjohet më mëngjes pra ju tregojnë të qereve, sikur lavdrohet me gjunon që e ka bë. Por edhe një sam du me përmend xhamat këto, përderisa i kërkon falje Allahut, përderisa i pendu pra tani mo nuk ka hapësirë me kujtu të kalumën dhe me përmend. Me përmend mirë, po bile ka nga edukata kur ta lusim në Zotin, mos mi kërku falje Zotit me përmend gjunon që e ke bo, po thjesht i thu: o Zot, kërkoj falje për gabimet dhe gjunat e mia që i kam bo. Jo me potencu pra posaçërisht çfarë gjunoje ke bo brenda jetës sonte. Zoti e pëlqen pra t'i mbulojt metët e njerëzve, prandaj edhe ka caktuar dëshmitar për gjunoje të mëdhaja. Kuran pitje pra gjunoj i madh, Zoti ka caktuar edhe dëshmitar se duhet pa tjetër. Ka një hadith ku pejgamberi jon alayhis salam ka thonë kështu:
dy lloj njerëzish nga ummeti im nuk do të hinë në xhennet dhe nuk do të shijojnë aromën e tij, megjithse ajo ndihet 500 vite larg. Të pranishmit që ishin atje vetën, e kush janë këto o i dërguari i Allahut? Tha pejgamberi jon alayhis salam, janë ato gra të veshura lakuriç, me që kanë devijuar dhe devijojnë të qerët, dhe me kokat si gunga të devës. Pra, janë ato të cilët janë të veshura, por janë lakuriç. Me fjalë qera, janë provokative në veshjen e tyre. Sa që përmendin dietarët, duke i thënë asaj motre besimtare, edhe nëse nuk ke mbulesë, pra kujdes me veshjen pjesën tjetër, e mos u bën pra shkak për me marrë një gjunat madh edhe tek të qerët. Mendoje se përderisa ndëgjohet, ndihet dhe përjetohet ajo erë e xhenetit për 500 vite, pse të bëhesh shkak pra që ta humbësh duke e bën një gjuna haptazi. Atë thanje që e ka mësu pejgamberi jon alayhis salam Hazreti Aishën, o Zot ti e falës, e don faljen, më fal mua. Ashtë e preferume në këto 10 natë të fundit e themi, po dhe pas Ramazanit, pas çdo namazi kur i ngrit duart, thuaj këtë lutje. Çfarë kuptimi ka fjala El Afu xhamat? Përderisa El Gafur emri i Zotit, të falet gjunohi, mirë po ende është në regjistrin e mëkateve. Ndërkaq emri i Allahut El Afu është që Zoti ta fal gjunohun, por edhe e fshin që mos duket asnjëherë në regjistrin e mëkateve. Çka është më e mira xhamat se edhe melekët po të donin të kujtonin gjunohin që e ke bo ti si besimtar, që kemi bo ne pra, nuk kanë mundësi, sepse Allahu e ka fshi edhe nga memoria, po them kështu, memoria melekëve, që ata mos ta dinë çfarë gjunohe ke bo brenda jetës tonë. Atëherë, lidhja e këtij emrit të Zotit pra me natën e katërt. Atëherë xhamat, ne jemi njerëz dhe bojmë gabime. Shumë është me rëndësi kur e pranojmë pra që kam gabu, edhe në raport njeri me njeri, po edhe në raport njeri pra me Zotin, me krijuesin tonë. Kjo është shumë normale na kur bojmë pra gabime, sepse përderisa ballafaqohesh në jetën tënde, ta merr mendja se mundesh me bënë një gabim, po sigurisht edhe gjunohi. Atëherë fshirja gjunoheve dhe falja nga Zoti bëhet nga dashuria që ka për neve. Kështu duhet kuptohet. Allahu ti të don sepse dëshiron ti me të falë. Sepse ne jemi ata të cilët Zoti na ka sjell për qenë përgjegjës dhe më këmbës në këtë botë. Përmendet se njeriu i cili bën mëkate vazhdimisht, ky njeriu është i lodhur shpirtërisht. Mëkatet njeriun e dobësojnë edhe fizikisht. Pra nuk qëndron vetëm te ana shpirtërore, po bëhet shkak që mëkatet të lodhin edhe fizikisht atë njeri. Dhe tani kjo ripërtrirje e imanit që e bën për besimtari, ati jep energji pozitive, i jep ide të mira, ai ka plane të mira në realizimin në jetën e tij që e bën. Ka një hadith ku pejgamberi jon alayhis salam ka thonë kështu: do të hinë besimtarët në xhenet, por do të ketë njerëz nga ummeti im që do të jenë akoma në zjarrin të xhehenemit. Atëherë do të thërras, thot pejgamberi jon alayhis salam, o Zot, ummeti im. Zoti do të thot, o Muhammed, shko dhe nxirr nga zjarri ata që ka pas besim sa një kokër elbi. Dhe pejgamberi Allahut do të shkoj pra dhe do të nxjerr nga zjarri i xhehenemit ai besimtar pra ata besimtar që kanë pas iman sa një kokër elbi. Përsëri do e lut Muhamedi alayhis salam Allahun duke thonë, o Zot, ummeti im. Dhe Allahu ka më thonë, o Muhammed, shko dhe nxirr nga zjarri i xhehenemit ai besimtar i cili ka pas iman pra sa një atom. Do të shkon pejgamberi Allahut do të nxjerr nga zjarri i xhehenemit
Dhe përsëri Muhamedi a.s. do të thirr, o Zot, ummeti im. Allahu do të thotë, o Muhammed, shko dhe nxirr nga zjarmi i xhehenemit ai besimtari i cili ka pas iman sa një thjerrës. Mirë po, përmendet hadith se akoma ka njerëz besimtarë pra që janë në zjarm të xhehenemit. Dhe Allahu ka më thonë kështu: ndërmjetësuan me laçet, ndërmjetësuan shokët e tyre, ndërmjetësoj edhe Muhamedi i dashur i Allahut, dhe thot ashtë radha tani mëshiruesi i mëshiruesve. Dhe çfarë do të banë për Allahu, normal në mënyrë figurative, përmendet hadith, Allahu do të çon dorën mbi zjarmin e xhehenemit dhe do të nxjerr çdo njeri, çdo besimtar, i cili në jetën e tij ka thonë vetëm një herë la ilaha illallah. Vetëm një herë ka thonë la ilaha illallah. Dhe tani ndëgjoj këtë hadith xhamat. A mjafton jetën tonë me thonë vetëm një herë la ilaha illallah? Këtu bëhet fjalë për mëshirën që ka Allahu ndaj neve xhamat. Nuk është në rregull në jetën tonë me kalu gjitha me mëkate, por le të jemi ata të cilët edhe veprojmë, edhe punojmë, edhe më në fund pra i kërkojmë falje Allahut. Atëherë për fund pra si të bashkëveprojmë dhe të përjetojmë dhe të përjetojmë pra këtë natë të madhe, e pastaj kjo natë e madhe më kon pra një energji pozitive në jetën tonë. E para të nderuar, fali njerëzit me qëllim që të falë ti Allahu. Fali njerëzit me qëllim që të falë ti Allahu dhe të fshi gjitha gjunat të metët. Në natën e Kadrit, Hazreti Omeri qëndroi në mes të njerëzve dhe u tha: o njerëz, kështu ka thënë Hazreti Omeri, o njerëz, unë në këtë natë i kam falur gjithë ata që më kanë bë mua pa drejtësi. Kështu ka thënë: o njerëz, unë i kam falur gjithë ata të cilët mua më kanë bë pa drejtësi dhe nuk do t'i mbaj i natë askujt. Ashtë e udhës për xhamat, edhe ne pra ti themi njerëzve kështu në vetveten tonë, me që nuk ka mundësi me ngritë Cirizanin, po mi thonë, unë i kam falë gjithë ata që më kanë bë pa drejtësi dhe nuk do të mbaj i natë me asnjë njeri. Përderisa na kemi i natë njëri me tjetrin, na vepron bashkëveprimi, na vepron për realizimi planeve tona, projekteve tona. Përderisa ekziston xhelozia dhe inati, atëherë pra nuk është një fjalë mirë edhe një ide mirë pra njëri tjetrit me ia thonë. Prandaj kur thotë Allahu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ka thonë dhe ju bashkëpunoni në të mirë dhe në devotshmëri. E ki bashkëpunimi pra xhamat vije në ato momente kur na i falim njëri tjetrit pa drejtësit, edhe nuk mbajmë pra inatin me tjetrin. Dhe më pas ka thonë Hazreti Omeri, përmendet pra nga historia e tij, i ngriti duart lart dhe tha: o Zot, unë fala, tani më fal ti mua. O Zot, unë i fala, tani më fal mua. Pika tjetër të nderuar, Kurani tashmë ka zbritur në natën e Kadrit. Ajo natë pra nuk përsëritet. Edhe pse përsëritet zbritja me laçeve. Përsëritet pra për çdo vjet pra ardha e Xhibrilit alayhis salam në tokë. Mirë po, me që Kuranin ne e kemi se besimtar, atëherë na duhet të fokusohemi se që t'i japim jetës tonë kuptim. Fatin e botës pra është shumë i ngushtë i lidhur me qiellin dhe me tokën. Këtu e kemi pra, ne jemi në tokë dhe kemi nevojë pra të lidhemi vertikalisht me krijuesin tonë dhe ana shpirtërore të ngritet sa më lart. Edhe e fundit, njihe Zotin tënd, es në rrugën tënde dhe ndrisho fatin për të mirë. Aja që zbriti pra natën e Kadrit, tani më është në duart e tua. Tani është pra në duart e tua dhe këto këshilla pra duhet të jenë vazhdimsi e jetës sonë, dhe sigurisht pra le të jetë një energji pozitive që edhe pas Ramazanit më kanë ata të cilët pra jemi të mirë. Për fund, Allahu në Kur'anin e Kerim thot: inna Allahe yuhibbul muhsinin, me të vërtet pra Allahu i don pra vepër mirat. O Zot, ti e falës e don faljen, na fal neve. Walhamdulillahi rabbil alamin.